Jemi për Shëndetje. televizionit të shtatë, Faleminderit. live, Okej. nga emisioni Kosova Live. Si po ja kalon edhe po shet që kjo anë e protest, Po, normal, si një gjithmonë. adhuruse e qenve. Po, normal, këtë protestat i vërtjeli vi edhe munona sa ma shumë me i përkras, se në Kosovë të na definitivisht kafsht shumë ja abuzojnë. Edhe unë shumë prekna se atë foli emocionona. Sa mendon që ka qenë transparent komuna ndaj të drejtave të kafshëve? As pak, thjesht po japim pare kot, 50 euro, qënd po i marrin, po i ngujojnë për vendet të ndryshme, edhe nuk po dina në aktivistat as ku janë, po abuzohen në mënyra të ndryshme. Cila është kërkesa juaj si një adhuruse e kafshëve? Cila kishme qenë kërkesa juaj ndaj komunës? Po ka shumë kërkesa të ndryshme, po e para mu qeni strejmore, ku ka transparencë të hapur, edhe mujna me shku me i vizitu, edhe kërkesa tjetër, okej, edhe nëse adaptohen qenë të personat të ndryshme, me shku me i vizitu, nëse aktivista me pa ku janë, edhe që shpo trajtohen. Po si pas disa fjalëve të qytetarëve ndëgjova që edhe ata që janë adoptu që nuk kanë marrë para nga komuna për me ndihmu pra komuna. Si e komenton këtë gjë? Nuk e di, nuk e pas nga ndëgju, që nuk o kanë pagu apo, nuk e di, nuk kam komand për këta. Faleminderit shumë Benita për kohën tënde. Faleminderit edhe juve. Mirë.